Çka ju ke bërë, kryeministër? Pse more kaq shumë jeni tu u frigu? Luaneshe, ku ta diun çka epitete të fitoni, ju lutem, i keni fituar, në rregull jemi. Çka ju ke bërë, kryeministër? Çka i ke frigu kaq shumë? Çka është gjithë kjo frikë? Sinqerisht ju pyes, çka ju ka bërë kryeministri? Po ju bre duhet dilni këtu të thoni kryeministër nuk ke drejt tani të marrësh fjalë sepse deputetja tha nuk kam pyetje shtesë, nuk jam e kënaqur me përgjigje, nuk kam pyetje shtesë. Pse more kaq shumë jeni tu u frigu? Trimroheni bre nga ne pak? Kryeministër, mund t'i frigojsh këta sa të duash, i ke dëgjushëm, të kam thënë edhe një radhë tjetër, që je mësu vetëm të rahin shpinën. Gabime keni, dëgjoni pak edhe kritikat. Mos u sillni si autokrat, se mua së mleni përshtypja as pak me sjelljen që bëni. Vetëm po shkelni mekanizmin themelor të demokracisë këtu duke marrë fjalën kur nuk ju takon. Ju u përcaktua që mos jepni përgjigjen, rregull, pastaj u bot pishmon, tha do jepni përgjigje. Unë dola dhash kundër përgjigjen dhe thash që nuk jam e kënaqur me përgjigjen, nuk kam pyetje. E ju tash, unë kur ju pyes, ju nuk doni të përgjigjeni, e kur nuk ju pyes, ju doni të përgjigjeni. Tregova këtyre këtu ato mënyrat komunikimit. Në kryetare kuvendit ke bërë shkelje të drejt për drejt të rregullores së kuvendit. Tregoj kryeministrit nëse i thënë qeveri rregullat, këtu jo. Këtu duhet me pat kujdes. Ato nene që i lexove nenin 40, krejti kemi rregulloret përpara dhe i lexojmë edhe ne. Jepja një rregullore dhe kryeministrit që të arsyetohesh mos kesh frikë kaq shumë edhe herave tjera. Nuk ka nevojë në çdo mbledhje të kuvendit dhe në çdo mbledhje të komisionit të bëni drama për të hequr vëmendje. Mos e keq përdorni proceduralen, sepse sot e kemi kohën e kufizuar, deputetët kanë pyetje për të parashtruar për ministrat. A nëse jeni aq e etur për të bë heroinë e ditës, luaneshe, ku ta diun çka epitete të fitoni, ju lutem, i keni fituar, në rregull jemi. Mund të themi të japim aplause, të bëjmë të hypim në qiell e të zbresim e ku ta diun e çfarë. Mirë po, të lutem, mos abuzoni me foltoren, me procedurale. Edhe njerë them, koha është e kufizuar, deputetët janë përgatitur për pyetje. Nëse ju filloni me procedurale, atëherë edhe ne do ta abuzojmë me foltoren, me procedurale.